Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës nuk ka certifikuar kandidatët e listës serbe, partisë më të madhe të serbëve të Kosovës, për deputet në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit. Ky është tentimi më i fundit në një varg përpjekjesh të dështuara të disa anëtarëve të komisionit për t'ia pamundësuar kësaj partie pjesëmarrje në zgjedhje, qoftë parlamentare apo lokale në vend, me 2 vota kundër, 6 abstenime dhe 3 për 33 kandidatët e listës serbe nuk u certifikuan pavarësisht se zyra për regjistrimin e partive politike kërkoi certifikimin e tyre dhe thanë se emrat e tyre nuk bien ndesh me ligjin për zgjedhjet. Lista me kandidat është verifikuar bazuar në ligjin për zgjedhje parakohshme, nga të dhënat e pranuara nga institucionet e vendit, del se asnjë kandidat nuk bie në kundërshtim me ligjin për zgjedhjet, tha kryetari i zyrës për regjistrimin e partive politike, Besnik Buzhala. Antarët e partisë në pushtet Lëvizja Vendvendosje në KQZ, Sami Kurteshi dhe Alban Krasniqi votuan kundër. Kurteshi nuk dha ndonjë arsye pse votoi kundër, por tha shkurtimisht se jam kundër certifikimit të listës serbe bashkë me kandidatët e saj.